Shumë njerëz se të thojnë nuk ka zot, ka vetëm shkencë. Po prej veç pak. Shkenca vet nuk shpjegon pse ekziston diçka në vend të hiqit. Do të thonë pse ekziston diçka. Si e mori fillimin universi, sipas shkencës? Pse ka ligje të sakta të natyres? Shkencëtar si Richard Dawkins vet pranon nuk dim si filloi gjithçka. Edhe Albert Einstein i tha, misteri më i bukur është se bota është e kuptueshme. Ky është një mister, tha. Pra, pyetja s'është a i shpjegon shkenca Zoti. Pyetja është pse ekziston fare një univers që mund të shpjegohet. Mos harroni, Biblia nuk është në kundërshtim me shkencën. Ti mundesh me besu në Biblën edhe me pranu që shkenca është e rëndësishme. Biblia thjesht e prezanton një Zot që e krijoi gjithçka. Dhe pyetja e fundit është, nëse Zoti nuk ekziston, atëherë pse mendja jonë është ndërtuar që të kërkoj kuptim në këtë botë dhe të dihet të mirin nga e keqja. Unë besoj se arsyeja është e thjeshtë, sepse ai që na krijoi është i vërtetë.